Do të kalojmë në një çast me emocion dhe ngjyra të tjera. Pikërisht tani do të ndajmë çmimet për Rhythm and Blues apo siç I themi shkurt R&B. Këtë çmim do ta ndajmë bashkë me kolegët tanë që vijnë nga një medium tjetër. Kanë fjalën për gazetarin të përditshmës Koha Ditore Korab Lecaj. Dhe zonjushën që vjen nga e njëjta kompani që e njohim si Vajza e Mëngjesit, e cila dhe udhëheq programin fluturues të mëngjesit në Koha Vizion. Flanza Çitaku. Flanza dhe Korab, mirë se erdhët. Tani do të ndajmë këtë çmim që jo pak është I rëndësishëm. Shumë mirë se erdhët në skenën tonë, Korab, ne jemi shumë mirë. Mirë brava. Mirë se erdhët Korab, atëherë ndoshta kishte me qenë mirë sikur ti ndronin pak vendet? Sigurisht se po pse jo në këtë mënyrë për shembull. Mirë. Flanza, rregull? Okej. Atëherë këtu e kemi Flanzën dhe Korabin për të ndarë çmimet për Best R&B. Pra është fjala për R&B, për këngën më të mirë R&B. Mirë R&B nga estrada shqiptare. Nga cilët do të fillojmë tani nga kënga më e mirë natyrisht. Sigurisht se po. Kurse edhe era tjera. Ti shohim pretendentët. Por që se I kemi gati, nëse jo atëherë Mimoza. Mirë, atëherë pra ne jemi te R&B që është Blero, Monika Saliu dhe Leonora Poloska, e cili do t'jetë më I miri, presim zarfi nga Teu Edona. Moje. Femrat kanë përparësi. Ka Korabi, unë e lexoj. Ja, në rregull. Këtë nder I bëni Korabit. Mirë Korab. I pari do t'jetë. Më strego. Kam frikë sepse kam frikë për bokserave, sinqerisht. Nëse Korabi ka frikë për bokserave, atëherë fituesja është ajo e cila nuk ka fitu me forcë, po me shumë merita. Monika Saliu. Tani Monika po vije për të marrë çmimin e saj që fitoi sonte dhe edhe trofeu shumë shpejt do t'jetë për Monikën. Po. Flanza, ka Flanza? këtë trofe? Por së pari, njëherë t'ja urojmë, eja këtu pranesh në mes, je fituese. Monika, në mesin e gjithë këtyre, të them të bukurve shqiptar që I kemi këtu pranë në salë, edhe ata që pranë ndjekin për mes radio televizionit 21, kemi edhe babin tënd, një boksier me një karrierë shumë të bujshme, Aziz Saliu, cila do të ishte fjala më e mirë që do t'i thoshe tani babit, pasi që në shumë intervista ti thua që meritori kryesor për sukseset tua është babi yt. Mos e zgjat lutem, veç të dua. Jo. Faleminderit Fix Pari për Ziko kompaninë që si vjet çmimin që e meritoj që moti e kam në duar. Falenderoj gjithë juve. Pse thoni këta, mund të na sqaroni? Po ndoshta edhe pse s'kom qenë vete nominume, edhe herave tjera, mirë po e di që e meritoj. Keni ka shumë vetë besim urime. Patjetër. Babin e kom këtu me nanën, të dy t'i përshëndes, se asnjëherë se Loana është edhe mamin tem. Qika bokserit, vetë fakti bia e ti, krenaria ime, dora e djathë ime, për ndryshe legjenda e boksit. A ishte ideja jote për ta realizuar këtë këngë apo e babit? Qika e bokserit. Është e imja se e babit jo, se ai s'ka nevojë mu reklamu mo. Faleminderit Monika. Faleminderit për juve. Urime Monika. Monika Toni. Saliu.